ka patur një moment, para 2 netësh, kur Edi Rama urdhroi që rrembejnë çadrën. Politizimi që se deputetët e PD-s. Prit, dakord, sigurisht, pa diskutim. Po, do të shpjegoj këtë moment. Po ju duhet ta dini që ata këtu kanë ardhur vetëm pa asnjëri përveç se 2-3 vetë që do u vendosin çadrën, edhe ka rrezik që edhe media mos ketë patur në atë moment. Ky ishte fillimi i greves. Natyrisht, kur Rama u humbi çdo arsye dhe dërgoi njerëz të rrëmbej çadrën, të konfiskoj çadrat, çka sipas disa burimeve Drejtoria e Policisë Tiranës nuk ka dhënë një urdhër të tillë, do verifikuar kjo. Atëherë këta nuk mund të mbeteshin një jetim, se këtu po shkelmoi një drejtë themelore e fituar në vitin 90. Ajo s'mund të cenohet kurrë më. Jashtë kësaj, ne kemi marrë qëndrimin më human ndaj tyre. Dhe unë mund të them ju që janë marrë të gjitha masat, jo të preken çadrat, por të sigurohet i gjithë mjedisi. Dhe e kam thënë dhe po e them prap, nuk janë përdorur dokumentat kur Pizzeri Era, edhe ndonjë tjetër, u çonin biftek dhe pizza dhe mirë bëri. Sepse unë nuk ishte problemi imi ajo, por kjo është e vërteta, domethënë, e vërteta. Pra janë respektuar plotësisht. Edhe ne kemi respektuar dhe kur zoti Meta në parlament, kryetari shpalli greven për shkak të Edi Ramës, jo për shkaktimin, edhe që ai më thoshte lere të vdesja aty, po unë njeriu në grevurie, e quaj njeri grevurie, nuk kemi marrë asnjë lloj, nuk kemi imagjinuar ndonjë lloj presioni, apo të grevistët e përndjekur politik, që këta angazhuan njerëz me kartela psiqike, me kartela shumë vjeçare psiqike, dhe i dogjen të gjallë, me dhimbjen më të madhe prokuroria po e heton atë, por ne greven nuk e ndërprem, nuk ndërhyjmë.